Bardhi i Madh, dikur biblioteka ishte një nga vendet më të gjalla të komunitetit. Mes rafteve të vjetra me libra, me dritare që shpesh lëshonin erën e pluhurit dhe kohës, punonte me përkushtim bibliotekari Aslan Gërguri. Edhe në periudha të vështira, madje edhe mes rënojave, njerëzit gjenin kohë dhe dëshirë për të lexuar. Libri ishte shpresë, ishte aratisje nga realiteti. Kam filluar me punu qysh kur hap biblioteka për herë të parë në 72-ën. 14 prill ka qenë dita e kësaj shkolle të ku jemi. Po, e be aty deri në pension kam punuar në qatë poshtë hangarit së Thirrët. Mas luftës kanë ardhur këtu edhe u hap, domethënë u ndërtua ky lokal i ri. Mas u ndërtua ky, filloi biblioteka këtu në 2004. Kam punu këtu 10 vite derisa kam dalë në pension. Nësi ka qenë vitet e para kur është hap biblioteka, kuptohet atëherë kom pas deri 500-600 lexues. Në kohën e mram mas lufte, kur dulim lokalin e ri këtu, pak veç filloi mu zbe leximi, po. Kështu që kom pas edhe kohën e mram lexues, por jo si përpara. Interesimi. Përpara ka qenë atje sala me shoha, me domina, lloj-lloj revista, lloj gazeta. Bardhi i Madh, se fshati më i madh i këtyn fshat atje i ka përmbledhur disa fshatra mes bardhin, Bardhi i vogël, Ngrabosi, Shqipitulla, Tete Mjekisht. Atëherë fillimi ka funksionuar shumë mirë, mrekullueshëm, ka pas shumë ekzemplar, kom pas deri 15.000 ekzemplar. Po, në atë kohë. Në kohën e mram mas luftës, në këtë lokalin e ri, filloi pak me uzbe, ma pak kom pas edhe lexues, po edhe ekzemplar. Në këtë lokalin e ri, kom pas dikun ka 3.000 ekzemplar. Dallimin më me bëhen në kohën e mram, se dulen të gjonat digjitale, dulen domethënë kompjuteri, po lexojnë nëpërmjet telefonave ashtu kompjuterit, ata për atë arsye dhe uzbe leximi. E përpara nuk kanë qenë të gjona, ka pas lexues mjaft. Unë përpara kam punu në fushë Kosovë, por mas lufte në Therrën Prishtinë, bibliotekën ish Miladin Popović. Mas lufte Hivzi Sulemani, po. Aty kam punuar 1 vit. 5 muaj kam punuar në salën e lexuesve me studenta, në Hivzi Suleman, por dega e sajna në Ulpion, edhe atje kam punuar me fëmijë, 5-6 muaj tjera, në bibliotekën e prallave Thirrën në Ulpion. Në librave kemi pas, sidomos në bibliotekën e prallave kemi pas shumë pak, 1500 ekzemplar. Kjo biblioteka kryesore që është e qytetit, domethënë ish Miladin Popović, këtu ka pas ekzemplar mjaft për të gjitha kategoritë. Po. Bibliotekës që punova në bibliotekën e prallave në Ulpion, më transferuan në fushë Kosovë, isha i kësaj komune. Edhe këtu ishte mbyllur në biblioteka për regjimit serb, kuptohet. Për aty e hapëm bibliotekën, kur hi mrena asnjë ekzemplar shqip nuk ishte kone për raftet bibliotekës. Po çka bona si përgjes i asaj biblioteke, apo ishte pjesë kulturës në fushë Kosovë, më detyrova të gjitha ata ekzemplar që kanë qenë gjuhën serbe i largova, edhe libra që ishin hjek për rafteve shqip ishin në tavan, katin e 2 apo 3. Masanena gjitha ato libra që ishin dikun ka, me thonë 8.000 ekzemplar i mora, i klasifikova, i inventarizova, i skrinaturova dhe i shtina në perofte që shkanë qenë përpara. Do më thonë, i zavendësova libra serbe. Sot, Aslani është në pension, biblioteka e dikurshme nuk ekziston më si atëherë. Dyert janë mbyllur, raftet janë zbrazur, e heshtja ka zënë vendin e zërave që dikur kërkonin libra e këshilla. Ai shpesh e viziton vendin ku ka punuar për vite me radhë dhe ndjen mall për ato kohë kur fëmijët prisnin me padurim librin e radhës. Fshati im është 1200 shtëpi. Kisha pas dëshirë që kjo bibliotekë të hapet përsëri, kur është lokali mrekullueshëm, gjithaj ka. Tash për tash këtu vetëm disa kurse mohen angleze, e di se një femën të i mando kurse 2 orë, 3 orë titet, pse mos më ha biblioteka
Po në bibliotekë gjithëherë njeriu është i lumtur, kuptohet se ki dëbon me lexues të mirë, me libra të mira. E nga njerë nervoz kur lushin shah ashtu, edhe u zinshin bez vete, kuptohet. Dilsha pak për i takte, së duke me shqetësu. Librat e lexue, kam pas shumë tituj, apo ekzemplare dhe të Shqipërisë kam pas. Preje Qemqabi, Stereospase, Pjetër Budit, Pjetër Bogdanit, Zefserembe, gjithë ato i kam pas për i Shqipërisë. I ka shku koha mërmale, sigurisht. E një njeri një nostalgji, por kuptohet që ka shku pak vjetë që 12 vite kam dalë penzion. Megjithatë, koha ka ndryshuar, gjeneratat e reja jetojnë ndryshe, me telefona në duar dhe me botën digjitale para syve. Nuk është e lehtë t'i kthesh tek libri, por Aslani ende beson se dashuria për leximin nuk shuhet kurrë. Ajo vetëm pret të rizgjohet. Jo, se pak jenë lasdrua tash, atëherë veç që ka honë shok, kam prit në rend dhe në 50 metra. Dhe më onë largësi në rend të prit për më ndru librat, edhe ke thonë qëtësi, tash s'ka më qëtësi, është pak më ndrysh. Për Aslanin, biblioteka nuk ishte thjesht një vend pune, ishte një mision. Dhe malli për librin vazhdoi të jetojë në zemrën e tij.